Por, në 97-ën, që na largoi nga Europa njësoj si do të largonte këtë anijen këtu, apo të vargën aty një furtunë e madhe do ta hidhte matan, nuk e bën të huajt. E bëri shqiptari mbrapsht. Mbrapshtia e shqiptarëve. Dhe kështu ne humbëm një moment historik. Kemi vazhduar përpjekjet, kemi ecur, jemi rrëzuar, nuk do bëj histori këtu, por do them këtë që në gjithë të vite ama, që nga momenti i rrëzimit dhe tek momenti që shqiptarët i hapën rrugën Partisë Demokratike, gjithmonë të tëra forcat politike, të tërë shqiptarët, një gjë nuk e kanë vënë dyshim. Ne duam të jemi pjesë e Bashkimit Evropian. Ama, asnjëherë, se kjo është shumë e rëndësishme, asnjëherë deri 10 Bashkimi Evropian nuk ka pasur gjë tjetër për ne, përveç fjalëve. Patjetër një ditë të bukur ju do jeni me ne, perspektiva juaj është me ne, horizonti etj, por asgjë tjetër. Dera ka qenë gjithmonë e mbyllur. Bashkimi Evropian është një shtëpi të pasurish. Nuk e mban derën hapur çdo ditë. Ajo derë rimbyllur dhe hapet kur të tërë ata 27 antarë që janë brenda bien të tërë dakord që ta hapin derën. Dhe e hapin derën jo vetëm kur ti troket, se ti mund trokatësh sa të duash, por kur ti je gati dhe ata brenda kanë interesin e tyre që ti të hysh brenda, që do thot nga një anë kanë krijuar besimin, kanë krijuar respektin dhe e kanë bërë vlerësimin që ka ardhur dita që ta japin ty shansin që ty hysh brenda. Dhe kështu ka ndodhur me ne, deri 10. Ju e dini shumë mirë sa herë ne ishim gati si pas tyre, komisionit, dhe kur shkonte te 27 krerët e vendeve, tak dilte njëri, ose dilte tjetri, ose njëri tjetri, çdo vit edhe na refuzonin hapjen e negociatave. Më në fund, ne i bindëm ata. Ata i hapën negociatat. Por ajo që ka ndodhur dhe që të gjithë shqiptarët duhet ta kuptojnë në këto ditë të mbetura, drejt atij takimi me historinë, është që na kanë dhënë një mundësi që nuk ja kanë dhënë askujt deri më sot. Çfarë duhet të them me këtë? Na kanë dhënë një afat për të mbyllur negociatat për 3 vjet.